ulta do t'i ngrem me njëherë këto të brenda 100 ditëve në 500 euro. Rrogat sot, në qoftë se do kishin ndjekur ligjin e inflacionit, rrogat e ulta duhet të ishin sot 730 euro. Po këta menduan vetëm për rrogat e larta. Fishun, 4 fishun, rrogat e larta. A mund të imagjinoni ju këtë vend me zyrtar 7.000 euro në muaj? Në botë vendi i tillë nuk ekziston. Është fjala për rrogat shteti, se tek privatët ata caktojnë rrogat vetë dhe nuk undërrin kush. Por në botë nuk ekziston një vend i tillë që një punojës të marrë 7.000 euro, një pension të jetë 120 euro. Kjo është jashtë çdo lloj moral. Ka vetëm moralin e Edi Ramës, një narkoshteti, që sundon me krimin, që vjedh me krimin, dhe që largon shqiptarët çdo ditë nga Shqipëria. Pra, rrogën bizneset nuk do psojnë asnjë humbje, mbasi ne do ulim në mënyrë drastike taksat dhe atyre përsëri më shumë para do mbeten. Por 11 maj është një ditë shumë e veçantë. Është një ditë që duhet ndajmë nga kjo e keqe e madhe. Unë kudo që shkoj, gjej një Shqipëri të braktisur. Unë isha dje në Berat, dhe ata më treguan se këto 12 vite nuk janë bërë as 10% të investimeve në këtë qark që u bën 8 vite para tyre. Edi Rama, i një dishpritare, ka inauguruar 2 herë rrugën e saj Salltikut të ndërtuar nga ne, të inauguruar nga ne, dhe mendon se është harruar. Dhe mendon se e kanë harruar kryetarët, nuk e di ai që kryetarët i japin ujë mbi luks atij. Kishte patur ai 1/4 e mençurisë kryetanit, Shqipëria do ishte krejt tjetër sot, ja u them unë ju. Ndaj dhe taksat kanë qenë shumë të larta. A e dini ju që TVSH, merrni ju TVSH-n. Shqiptarët paguajnë 9% prodhimit brendshëm TVSH. 6% prodhimit brendshëm paguajnë gjermanët dhe italianët. Sepse këta janë vërsuar me taksa mbi çdo gjë. Jo, ne nuk kemi atë filozofi. Ne kas filozofisë t'ja u kthejmë parat qytetarëve, kemi tjetrën, t'ja u lam parat biznismenve për të zgjeruar aktivitetet e tyre, për të zgjeruar vendet e punës, për të prodhuar më shumë. Dhe kjo funksionon, kjo ka funksionuar. Dhe jam i sigurt që ne brenda vitit parë do kemi një rritje të madhe prodhimi. Made in Albania do të jetë synimi ynë më kryesor. Fermerët janë në kushte shumë të vështira. Subvencionet edhe ato që i jepte Bashkimi Evropian i mori Edi Rama me akrabanë e vetë. Po pse them unë Edi Rama? Sepse, jo prit, Bashkimi Evropian e kapin flagrancë ministrën e Shqipërisë, e cila
kishte abuzuar në mënyrë të rëndë me 130 milion euro të dhëna për fermerët shqiptarë. Çfarë kishte bërë? Në vend se t'ja jap fermerëve, jau shpërndante oligarkëve, djegësit të Tiranës, jau shpërndante pra rrethit e Tiranës. Bashkimi Evropian e ndërpreu ndihmën, po bën një hetim. Edi Rama, me qenë se ishte bashkautor në këtë abuzim, Krifcen, e cila u bë famose se do ngrinte Akademinë e Çobanëve, Krifcen e mori këshilltare kryesore, sigurisht. Sigurisht se ajo ka zbatuar urdhat e tij. Ne do të gjashfishojmë subvencionet për çdo fermer. Heqim çdo lloj barriere, jo ka 100 kokë, jo ka 10 kokë, jo ka kaq hektar, aq hektar. Çdo fermer do të subvencionohet për çdo njësi prodhimi, për çdo kokë bagti, për çdo fidan të mbjellë. Të buta, 80% interesa për fermerët dhe për biznesin e vogël, do të ambuloj shteti kredin, në mënyrë që të mund të zgjerojnë aktivitetet e tyre. Do ndalohet me ligj importimi i inputeve bujqësore që nuk shiten të paktën në 2 vendet Bashkimit Evropian, si kundër importimi i ilaçeve që nuk shiten të paktën në 2 vendet Bashkimit Evropian. Të dashur miq, një nga problemet më të mëdha që përballen sot shqiptarët është shtetësia. Statistika e fundit zyrtare e Institutit të Statistikave tregon se në Shqipëri aktualisht shpenzohen nga xhepi i qytetarëve për kujdes shtetësor 820 milion euro. A e di sa ishin këto? Këto janë 2 herë më shumë se për bukën. Pra në qoftë se buka shpenzimin e ka vjetor 220 euro për person, ilaçet e kanë 400 euro për person. Dhe kjo imagjinoni se gjysma ose më shumë se gjysma s'ka nevojë për to. Do më thënë, ata që kanë nevojë, ata paguajnë qimet e kokës ose mbeten pa mjekim. Imagjinoni tani pensionistët, se si mund të përballojnë këto marrën e këtyre ilaçeve këta me atë pension që s'del as për kafshatën. Faktikisht, shqiptarët ose duhet të ndihmoj dikush për të përballuar mjekimin, ose mbeten pa mjekim. Çfarë premtojmë ne? Ne premtojmë, hajde pa këtu se ti se bëj për vepër. Çfarë premtojmë ne? Ne premtojmë së pari, asnjë ilaç në Shqipëri nuk do shitet që nuk shitet në 2 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Pra do të jenë sigurt ajo ilaçet skaduara. Nuk do ketë me ilaçet skaduara në farmacitë tona. Së dyti, lista e rubrikës italiane për rimbursim. Çfarë do thotë kjo? Atë listë ilaçesh që Italia ja u rimburson, ja u qytetarëve vetë do e paguaj Shqipëria për qytetarët e saj. Pse kjo? Ne nuk jemi të mkëmur të pasur si Italia, por do ta kapim nga themeli. Për shëndetin do t'jemi. Shtetin do e sigurojmë. Nuk sigurojmë dot.
shumë gjëra tjera, po këto gjërat bazë do i sigurojmë dhe ju garantoj këtu se nuk do ndodhë ma si që ndodhë që të smur me smundje të rënda nuk kanë ilaçet unë mjeku dhe faktikisht mbetën në mshirën e smundjes sepse nuk gjejnë ilaçet dhe Edi Rama thot ky është krim kundër njerëzimit po kush e thot çfarë jeti ti je kryeministri ti je njeriu që disponon buxhetin ti je njeriu që disponon fondin rezervë të Këshillit dhe ti nuk thua këte po ndërhyn me urgjencë që kjo të marrë fund asnjë mas nuk ka marrë kjo situatë vazhdon të smur të rënë marrin telefonin nga mjeku i thonë këto 2 muaj nuk ke ilaçe këto 3 muaj nuk ka ilaçe pra situata është alarmante situata është emergjente një frym fitorie në të 4 anë të Shqipërisë. E shifni ju se çfarë fushate bën. E shifni vetë. Ka 2 muaj që është mbyllur, nuk del para asnjë gazetari, sepse nuk din të përgjigjet, nuk mund të për të gjitha dështimet, nuk mund përgjigjet për gjitha vjedhjet e mëdha, nuk ka përgjigje, se ka marrë 130 milion euro të djegësit Tiranës dhe djegësit nuk ekziston. Dhe i ka ngel tani rroftë e qoftë Altin Dumani që s'më denon. Kjo është se e falë. Edhe tjetër e mordvesh, gjykatësi, i gjykatës guzimtar, edhe e përgëzoj. Ka ndërtuar vilën, vila e ti, sarajet e ti në Surrel janë me themele 2 herë më të gjata se sarajet e Enver Hoxha në qendër të Tiranës, me i dallim. Diktatori nuk i regjistrojnë emrat vet ato. Jo, as familjes ti. I regjistroj pronë shtetërore. Dhe në atë kohë, shtëpia lejoj të regjistrohej. Nuk e bëri. Ky, jo që ka në emër të vetë, dhe që ka ndërtuar duke pas të deklaruar gjithsej 3.800 euro, po ka një obor 8.300 metra. Dhe jo vetëm kaq, po token e ka marrë në kundërshtim me çdo ligj. Dhe këto janë kaptani. Skapi ja kaloi për ta shpëtuar prokurorisë Tiranës. Prokuroria e Tiranës i tha me drejtë, jo, s'është punë ime kjo. Kryeministri është i përket Skapit merret me imunitarët. E kthej prap hezitonte. Shkoi në gjykatë çështja. Një gjykatës guximtar e urdhëroi Skapin ta hetojë. Ka qenë ditë dy ditë më parë, në Skap janë bërë mbledhje emergjente, urgjente. Ra bomba. Sikur ra bomba. Dhe ky dilte mas dite thoshte burr më të mirë se Altin Dumani nuk ka Shqipëria. Keni pa apo jo? Sepse duket bëni dill që përsërit ja mbyll dosjen. O Edvin, për e ta mbyll 100 herë, po toka është aty ti je i sigurt që 130 milion euro të djegësit Tiranës, që vjedhjet e qindra e 10 milion euro të Bashkimit Evropian për fermerët, që biletat 30.000 euro të ndeshjet futbollit, shishet 33.000 euro shishja, e shumë afera tjera do të të ndjekin shumë për jetë. Pa, në këtë aspekt, miqtë e mi, është i pashpres
asgjë se shpëton. Aktet që ka kryer ai me Lubi Ballukun e të tjerë janë të pafalshme, janë të pashlyeshme dhe ato në fakt përbëjnë një dënim për jetë për secilin që kryen aktet atilla. Ndaj dhe ju bëj thirrje qytetarëve të Krujës. Pavarësisht nga bindjet politike, nuk është çështja këtu as për Partinë Demokratike, as për parti tjetër, as për këtë aleancë, për aleancë. Çështja është në radhë parë për xhepin tënd. Çështja është për pensionin tënd. Çështja është për rrogën tënde. Çështja është për biznesin tënd. Të bashkohemi, të nisim. Krujë i premtoj investimet më serioze në ujësjellsin, në lidhjen me Tiranën, në zonat turistike të cilat nuk arrihen dot. I premtoj çlirimin e çdo centimetrit, çdo metri katror të këtij vendi nga banditët, nga vrasit, nga gjobvenësit. Ju e mos vesh nga një masakër tjetër. Mbrëm rrugët e Tiranës u skuqen. 4 vetë morën bërshëri dhe gjerë tani narkoshteti s'është në gjendje të thotë se çfarë ishin ato. Po një 11 vjeçar kur nuk mund të gjuhej mbi të doan. Mirë po, njeriu që i ndërsen dhe u thotë hani kokën njëri tjetrit, po më shërbeni mua, i shërbeni ati, krijon këtë situatë. Ne do bëjmë ligjin. Ne do bëjmë ligjin dhe ata të cilët do përzihen. Ata, ju lutem shumë çdo qytetari të maj shënim personin që u vjen dhe ju bën presion, ju kërcënon për votën. Absolutisht do shpallet terrorist pas këtyre zgjedhjeve, ai do të listohet si terrorist dhe do trajtohet si terrorist. Ne do bëjmë ligjin. Kujdes shkallët. Si kam, si ja jemi. Si, mira, zonë shumë. Si gjithherë. Ju fanoj shumë. Vetëm me kërkesë kisha, Pa tjetër. se ti e kryeministri jonë. Krujën e ka shkatru. Institucion nuk ka. Prokuri, gjokat, hipotek e kanë marru. Të gjitha do kthehen. Të gjitha do të rikthehen.